A keni dëgjuar për Muhammed Ali Rishuan? Rishuan njihet si legjenda egjiptianase, godas një të dëmtuar dhe t'i rrezikoi të ardhmen për shkak të një medalje. Lavdëron ndjekësit e saj me këto morale të larta dhe në bazë të statistikave dhe vlerësimeve, del se më shumë se 50.000 persona në botë janë bërë musliman për shkak të këtij veprimi. Ndoshta, nëse Rishuan do të fitonte medaljen e artë, nuk do të arrinte as gjysmën e vlerësimit, respektit dhe dashurisë së zemrave të njerëzve në botë. Ajo që ka vlerë quhet moral, o njerëz. Morale të cilat urdhëron feja jonë e pastër Islami, është fe hyjnore, e krijuesit të gjithësisë. Ajo na drejton drejt të mirave për të lënë anash të keqen. I dërguari sunduesi të botrave, Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me të, tha: qëllimi i dërgimit tim është përsosja e moraleve të larta.